Një prej simboleve më të vjetra të fshatit Dërsnik i është rikthyer shkëlqimi të dikushëm. Me kontributin e vetë banorëve dhe mbështetjen e Bashkisë Korç, janë restauruar çezmat historike të fshatit, të cilat datojnë rreth 500 vjet më parë dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të zonës. Puna restauruese ka përfshirë sistemimin e mureve prej guri, pastrimin e ambientit përreth dhe rikthimin e elementeve karakteristik të çezmave, duke ruajtur sa më besnikërisht pamjen e tyre origjinale. Këtu janë ngritur 3 çezma shumë të vjetra në fshat. Kanë qenë drejt rënimit të plot. Këto kanë qenë burime shumë të jeshme dhe i mbuluan ferat, gurët, duke parë të arsyeshme, bënë disa ndërhyrje për rikonstruksionin e këtyre çezmave. Falë kontributit të fshatarëve të fshatit Dërsnik, falë edhe kontributit të bashkisë, dhe arritëm bëm një punë më së të mirë, që këto të mbeten në jetë të jetëve. Kryetari i fshatit shpreh se restaurimi ishte një nismë domosdoshme për të ruajtur historinë dhe identitetin e fshatit për brezat që do të vinë. Këtu janë 4 çezma dhe janë rikonstruktuar 3. Edhe ata e kemi në plan ta rikonstruktojmë, duke krijuar edhe buxhetin, duke marrë edhe masat. Këto janë burime natyrore dhe janë shumë të jeshme dhe janë shumë të mira. Këtu që motë që nuk ekzistonte ujësjellsi ose ashtu, këto e mbanin gjallë të fshatit. Restaurimi i çezmave 500 vjeçare në Dërsnik është një shembull i bashkimit të komunitetit për ruajtjen e vlerave historike, duke i dhënë jetë një monumenti që vazhdon të tregojë historinë e fshatit ndër shekuj.